Mamit dha 100 euro për bler rroba dhe ti bleve hashash, babit dha 50 euro për naftë dhe ti javure PSG-s, ata të flasin, thonë se ti duhet të ndryshosh dhe ti u premton atyre se do heqësh dorë nga Call of Duty, nga shpenzimet pa lidhje, nga qëndrimi zgjuar pas mesnate, dhe më në fund ti adel, arrin të heqësh dorë nga 300 video TikToku çdo mbrëmje dhe arrin të shohësh pa ndërprerje një film nga fillimi deri në fund. Ky është maksimumi i progresit që mund bësh. Ke shumë dëshirë që të mos i shgënjesh prindërit, por vorbulla të thith. Avazi i vjetër vazhdon. Është më e kollajt që deveja të kalojë në vrinjë të gjilpërës se sa prindërit e tu të nxirrin nga kjo vorbull, sepse nuk din, sepse nuk kanë se si ta din vështirësinë ku gjendesh ti. Kur prindërit e tu ishin në moshën tënde, vështirësia e tyre më e madhe ishte mungesa. Prindërit e tu rritën ta dëshironin sheqerin, sepse ishte një burim i rrallë energjie. Por kur filloi të prodhojë në shkallë industriale, papritur, dashuria për sheqer u kthye në obezitet, në diabet. Ata u rritën ta dëshironin informacionin, sepse informacioni ishte pushtet. Por kur filloi të ofrohej kudo, dashuria për dije u kthye në tengopje, në obezitet intelektual, infarkt psiqik. Ata prisnin fundjavën ose fundvitin për emisione humori apo argëtimi. Por kur gallata na erdhi një scroll larg, gajasja u bë dhuna e re. Ajo që po kalon ti është 10 fish më e dhunshme se ajo që kaluan prindërit tu, sepse prindërit e tu mund të bënin çdo gjë për të shpëtuar nga vuajtja e tyre, mungesa, por nuk mund të bëjnë asgjë për të nxjerrë ty nga vuajtja jote, që është tepria, vuajtja prej tepricës pozitivitetit, mbi informim, mbi argëtim, mbi ngopje, mbi komunikim, mbi ushqime, lajm, bixhoz, drog, shopping, videolojra, mesazhe, seksazhe, FB, IG, TKT, ngjesh, dhe mënyra për t'u ngjeshur është duke i bërë për të qeshur. Skema që t'u kalbin trurin fëmijëve, t'i bëjnë obez dhe dështak, dembel dhe gënjeshtar, të varur dhe në borxhe, është nëpërmjet gajasjes për vdekje. Një nga ekzekutimet më të famshme të shekullit 15 ishte lyerja e këmbëve të dënuarit me krip, që kur lëpieshin nga dhiç shkaktonin të qeshura të papërmbajtshme, por një herë që lëkura rjepej, kthehej në agonin më të ngadalt e më të padurueshme të njohur. Djali yt ka një pikë të dobët, sepse truri i njeriut ka një pikë të dobët, dhe vajza jote ka një pikë të dobët, sepse truri i njeriut ka një pikë të dobët, dhe pika e dobët e trurit njeriut është qarku i shpërblimit, dhe qarku të shpërblimit ja bën zborin një molekul. Dhe kjo molekul komandon qarkun qesh-ngjesh. Dhe qarku qesh-ngjesh mund të përdoret si për mirë edhe për keq. Dikush do të bëhet ujë sot në YouTube, dhe ai që do të bëhet ujë sot në YouTube është ky. Sepse ky mund të jetë shpresa jote e fundit për të shpëtuar nga lëpirja e dhive. Molekula në fjalë është dopamina. Nëse dhe ti ke pasur ato momentet e nepsit për një copë çokoladë tjetër, një seri tjetër filmi, një quest më shumë në video game, një scroll më shumë, një like më shumë, një cigare më shumë, atëherë ti mund bash shok me ne. Dhe sot do t'i kursesh vetes 280 faqe lexim që të tregon se si po hakohet truri yt. Nëse je dikush me mbikonsum kompulsiv apo dikush tjetër akoma më i pambrojtur në këtë betejë, person me varësi, nuk duhet ta humbësh këtë material. Ata atje janë shkencëtar, psikolog, inxhinier, sipërmarrës që mblidhen çdo ditë në zyrat e tyre dhe kanë vetëm një problem për të zgjidhur: si të hakojnë trurin tënd. Dhe ata i kanë bërë detyrat e shtëpisë në rregull, e kanë gjetur pikën tënde të dobët. Këta njerëz, populli i quajnë zogj, po për seriozitet dhe etik komunikimi, do të referohemi me ata. Duhet kuptosh diçka të thjeshtë për trurin e njeriut. Truri tënd nuk i intereson fare për qëllimet tua. Qa qëllimesh i ke vënë ti vetes. A ti intereson qa përsërit ti, çdo ditë pa pushim. Dhe dy nga gjërat që trurit i intereson që ti përsëritesh çdo ditë janë ushqimi dhe seksi. Imagjino sikur njerëzit të ndiheshin ble ose meh gjatë aktit. Atëherë do përtonin, do shmangnin aktin. Nuk do dishim këtu as unë, as ti. Por biologjia qa bën? Na shpërblen me kënaqësi, me dopamin që të garantohet se do na pëlqejë gjithë jetën këto gjëra. Prandaj nuk u ikën shija kurrë. E njëjta gjë për ushqimin. Gjëja e dytë që duhet dish për trurin, që është edhe një nga zbulimet më të mëdha të neuroshkencës, është se si kënaqësia, si dhimbja krijohen në të njëjtën zonë të trurit. Pra dhimbja dhe kënaqësia banojnë tek i njëjti kompleks rezidencial në tru.
Dhe me që u qëllon që të shihen shpesh me njëra tjetrën, dhimbja dhe kënaqësia kanë krijuar një lidhje të çuditshme bashk. Ta kuptosh këtë lidhje në kohën ku jetojmë është kritike për mirëqenien dhe jetën tënde. Dhe sot ti do ta kuptosh atë, sepse është shumë e thjeshtë. Kur je duke ecur, duke u ngjitur në mal, të dhembin këmbët apo jo, të dhemb shpina, djersitesh, dielli ti lodh syt, ke etje, por kur arrin majën, dhimbja kalon dhe dopamina të shpërblen me kënaqësi. Kështu i ka bërë llogarit biologjia. Ti lodhesh, përjeton dhimbje për të arritur diçka dhe ajo të shpërblen me dopamin. Dhimbje, dopamin, dhimbje, dopamin. Problemet fillojnë ama, dhe ata fitojnë këto, kur ne joshemi ta përjetojmë kënaqësinë pa përjetuar dhimbje as fare. Duam pra ta kapim majën e malit, pa e ngjitur fare malin, duke na çuar dikush me helikopter, aty te maja, mu aty. Dhe kjo është pika e dobët e dopamines, sepse dopamina është pak budallaqe, nuk e dallon dot origjinën e vet, shkakun që e krijoi. Nëse u krijua pra nga diçka që është e dobishme, apo nga diçka që të merr në qafë. Disa zgjedhin kakoinën, edhe pse një zhytje në ujë me akull çliron njësoj dopamin. Disa ushqehen impulsivisht edhe pse kur pastrojmë dhe bëjmë shtëpi nxixh, çlirohet e njëjta dozë. Disa zgjedhin të shohin orno, edhe pse të dalësh për kafe me një njohje të re, çliron njësoj dopamin. Të tjerët kanë qejf të kapen në drama të kota, në argumentime dhe debate me partnerin ose partneren nëpër shtëpi, edhe pse një ecje e gjatë së bashku në natyrë çliron të njëjtën dopamin. Ne zgjedhim të ham një super çokoladë, edhe pse të sjellësh një lule të re në shtëpi të jep të njëjtën kënaqësi. Të gjitha këto ka një emërues të përbashkët. Shmangen e çdo lloj forme minimale të dhimbjes, të diskomfortit. Dopamina false është kali i Trojës modern, sepse truri nuk ka një sistem doganor për dopaminën, që ti thot stimujve prit, ndalo aty, më paraqit një vërtetim lodhje, sforcoje, proof of pain, që të jap dopamin, fare. Stimuli vjen, paraqitet në sportel, neuroni doganori thot qa do, dopamini thot ai, qa vërtetimi ke i thot doganieri, bona i zhytje në ujtë ftohtë, përgjigjet stimuli. Okej, ja, merre dopaminën. Vjen tjetrin sportel. Qa bone ti? Unë thitha i vizi, thot ai. O, super, përgjigjet doganieri. Ja, thesi me dopamin. Kjo është pra porta se ku futet kali i Trojës. Te fakti që neuronet tuaja doganore nuk janë trajnuar për ta bërë këtë dallim. Dhe vendi ku neuronet trajnohen për ta bërë këtë dallim është këtu. Kjo pjesa e korteksit frontal, fiks ajo pjesa që Hannibal Lecter ja pret me thikat i tipit, ja gatuan qeshën gjesh dhe në fund ja jep për ta ngrënë. Kjo është skema se si ata e përdorin trurin tënd kundër teje. Dhe personat më të kollajt për të peshkuar janë ata që kanë më pak lek në xhepa, në vende ku lajmet flasin gjithë ditën e gjatë për vrasje, që të krijohet pra klima e përgjithshme që sot je e nesër nuk je. Kështu në mënyrë të pavetdijshme, njerëzit priren që të mendojnë vetëm në short term, tani për tani, afat shkurtër, sot për sot. Ju thanë studentëve universitar në një eksperiment, a do $25 tani apo $50 në fundjavë? Dhe 85% e tyre zgjodhen $50 në fundjavë. Ju thanë bashkëmoshatarëve të tyre në Brazil, që jetojnë në favela, a do $25 tani apo $50 në fundjavë? Dhe 90% e tyre thanë se duam $25 tani. Sepse në një kontekst me varfëri, kriminalitet, të durosh dhimbjen për të pritur 3 ditë që të marrësh 2 fishin e shumës është e padurueshme. Sot ne do të shohim jo një, por disa mënyra se si mund t'i trajnosh neuronet tua doganore. Dhe përpara se të kalojmë atje, duhet të kuptosh një grafik, që mund të jetë grafiku më i rëndësishëm i jetës tënde. Nëse je alergjik nga grafikët, të kërkoj shumë falje, do përpiqem të bëj maksimumin që të kaloj pa dhimbje. Nëse të del gjak më thuaj në koment. Kështu që le të kalojmë te grafiku. Ajo që do të dëgjosh tani ka fuqinë që në rastin më të mirë ta ndryshojë jetën tënde dhe në rastin më të keq të mos e harrosh kurrë për gjithë jetën. Kjo këtu quhet niveli tonik.
dhe është ai niveli i bazë i dopaminës, mënyra se si ndihesh kur je i ulur në një dhomë pas një stimul dhe dëgjohet vetëm një zë i ulët radioja e harruar ndezur atje tek dhoma tjetër. Befas me bishqyrit ti sheh një çokoladë. Dhe ti e merr çokoladën dhe e konsumon, dopamina rritet menjëherë. Në momentin që ti e ke mbaruar çokoladën, ndodh diçka e çuditshme. Kujdes këtu. Në vend që dopamina të kthehet këtu ku ishte, tek niveli 0, ajo që ndodh është se zhytet poshtë, shkon minus. Dhe në këtë moment ti ndihesh si mos më keq. Ke një val boshllëku, negativiteti, ndjen ndoshta edhe dhimbje dhe dëshiron shumë një çokoladë tjetër për të kthyer aty ku ishe. Kur ham një çokoladë, niveli i dopaminës rritet me 55%. E njëjta ndodh kur bën scroll gjithë ditën. Dhe tani le të shohim pak se ç'a ndodh me nivelin e dopaminës kur bëjmë disa aktivitete të tjera që na japin gjithashtu dopamin. Kur bëjmë dashuri, për shembull, dopamina rritet me 100%. Kur tymosim një cigare, dopamina rritet me 150%. Ja pse një cigare pas seksit shijon aq shumë. Kur konsumojmë kokainë, dopamina rritet me 225%. Dhe kur konsumojmë amfetamin, dopamina rritet me 1000%. Dhe tani vjen pjesa më e rëndësishme. Sa herë që ti jep trurit dopamin qyll, false, pa dogan, çdo ditë, pa pushim, ajo vija niveli tonik bie, ulet, nuk është më i njëjti. Imagjinoje sigur niveli tonik të ishte sipërfaqja e një kove me ujë, ku niveli i ujit është, sipërfaqja e ujit është niveli tonik. Sa herë që ti bën këto pllaqpllluqet, uji, një pjesë e ujit del jashtë nga kova dhe niveli disponueshëm bie, apo jo? Niveli tonik i përgjithshëm nuk është më ai i njëjti. Dhe kjo do të thotë se pa stimul konstant do të ndihesh e depresionuar në përditshmërinë tënde, sepse dopamina natyrore nuk është më ajo që ishte, nga që normaliteti dhe qetësia e dikurshme të mërzisin për vdekje tani më. Prandaj ka kaq shumë depresion, sepse ne jemi zhytur poshtë në stimulim, nga që niveli bazi i dopaminës së disponueshme nuk është më ai që ishte dikur. Shembull, je duke bërë scroll për shembull dhe e mbyll smartphone-in sepse nuk duron më, trashesh. Dhe del jashtë, merr makinën dhe del xhiro nëpër lagje. Dhe ashtu sikur je duke ecur, duke e drejtuar makinën me qetësi, ngadalë ti e shkel gazin ndras. Krejt pa pritur, krejt pa lidhje, krejt pa shkak. Sepse dozën e radhës së dopaminës që duhet ta merri duke vazhduar scrollin për të balancuar nivelin, ti gjete një kontekst tjetër tani për ta marrë atë, duke shkelur gazin në dras. Kjo lidhet edhe me ato që quhet Houdini efekt. Houdini ishte një personazh që e lidhte veten me vargoj, që të merrte kënaqësi duke shpëtuar veten nga vetja. E njëjta gjë ndodh edhe me të rinjt sot, kur janë në mungesë stimulimi. Ata gjejnë një mënyrë kreative për ta futur veten në telashe, që pastaj të marrin dopamin duke e nxjerr veten prej tyre. Dhe sa më shumë që kjo histori të vazhdoj, do vi një moment që kova kap fundin dhe ti e humbet komplet kapacitetin për të ndjerë kënaqësi, si e more si nuk e more dopaminën. Dhe kjo quhet anhedonia, që ndihet si një depresion i thellë. Akti thjesht i çuarjes nga shtrati në mëngjes ndihet si një tmerr, sepse çfarëdo që të bësh, ty nuk të jep më kënaqësi asgjë, sepse të ka rënë kapaciteti për të patur dopamin, është shterruar e gjithë kova. Ky është edhe përkufizimi shkencor i varësisë. Varësia është zvoglimi progresiv i gjërave që t'japin kënaqësi. Zvoglimi progresiv i gjërave që t'japin kënaqësi. Ndërsa përkufizimi shkencor i mirëqenies është zgjerimi progresiv i gjërave që t'japin kënaqësi. Fatmirësisht ekzistojnë mënyra për ta rimbushur atë kovë sërish. Dhe unë nuk do të bëj këtu një videokurs që kushton $399.99 që të rehabilitosh dopaminën bazë tënde biologjike. Nuk do ta bëj. E gjitha ajo që të kërkoj në këmbim është kodi i nderit. Gjërat që unë sjell këtu për t'i ndarë me ju nuk janë me pagesë, as nuk do të kërkoj të paguash për to. Ajo që unë kërkoj megjithatë është që ti ta kuptosh lojën. Ai që paguan këtu është YouTube. Pra, a nuk është kjo e mrekullueshme? Ata më paguajnë mua që unë të vazhdoj të bëj këtë video për ty, të marrësh këtë lloj njohurish, pra, pa bler libra, pa harxhu kohë për t'i lexuar, pa bër asgjë tjetër, ama edhe ti duhet bësh diçka nga ana jote. Dhe gjithçka që ti duhet bësh është
një like, një comment, subscribe dhe mbi të gjitha, mënyra jote geniale për ta ndihmuar këtë projekt të komunitetin ton është që kur ta nisësh videon ta mbarosh deri në fund. Edhe nëse ti duhet të merresh me një punë tjetër ndërkohë, ta lësh videon hapur që të mbaroj. Kjo është gjëja më e fuqishme që mund të bësh për ta mbështetur këtë komunitet midis nesh. Unë i njoh shumë mirë disa prej jush që më mbështesin vazhdimisht në të gjitha platformat e tjera, emër për emër, por nuk mund t'ju njoh të gjithëve emër për emër. E për rrjedhoj nuk mund të kuptoj kush po e bën pjesën e tij e kush jo. E vetmja gjë që na mbetet këtu është kodi i nderit. Unë sjell gjëra që kanë një dobi dhe ti bën pjesën tënde dhe kështu ne mirë kuptohemi në distancë. Ata me të cilët bëjnë coaching me mua, nuk ndjehen mirë që një pjesë e materialeve që unë ndaj këtu me publikun janë gjëra që edhe janë pjesë e trajnimit me ta. Sepse me të drejtë ata po paguajnë për këto njohuri dhe duan një farë ekskluziviteti. Kështu që bashku dhe ti midis nesh kemi një mënyrë për të kuptuar me njëri tjetrin dhe ky është kodi i nderit. Eksperiment me 2 plumba. Plumbi i parë është në një kafaz të vogël me një levë. Dhe sa herë që plumbi e shtyp leven, del ushqimi. Pastaj është plumbi numër 2. Dhe ky është gjithashtu në një kafaz me një levë. Në fillim, të dy janë të njëjtë. Sa herë shtypin leven, del ushqimi. Okej? Pra jemi në kushte të barabarta. Pastaj, tek plumbi i parë, ai vazhdon ashtu. Ai shtyp leven, ushqimi del. Dhe ky quhet regjimi i shpërblimit të vazhdueshëm. Çdo herë që bën diçka, merr shpërblimin. Tash kujdes. Tek plumbi i dytë, me kalimin e kohës, regjimi ndryshon. Ndonjëherë kur e shtypin leven, ushqimi del jashtë, ndonjëherë kur e shtypin leven, ushqimi nuk del. Ndoshta do t'i duhen plumbit që ta lëviz 20 herë leven që të dalë ushqimi. Dhe ky quhet regjim i shpërblimit rastësor. Pra, me plumbin e parë, pasi fikin ushqimin, plumbi do shtyp edhe disa herë, nuk do dalë ushqim dhe plumbi ndalon së shtypuri. Ndërsa tek plumbi i dytë kur fiket ushqimi, fjalë për fjalë ai do të vazhdojë ta lëviz leven derisa të shembet nga lodhja. Dhe kjo për shkak se regjimi i shpërblimit rastësor nuk të lejon të kuptosh nëse ka mbaruar ushqimi apo duhet të provosh më fort. Dhe kjo, miqtë e mi, është varësia. Kështu funksionojnë edhe slot machines. Kështu funksionon kumari. Ndonjëherë merr atë që dua, ndonjëherë jo. Kështu që duhet vazhdoj të provoj të përpiqem prap. Duhet të bëj diçka që të fitoj prap. Ja pse kur ti bën scroll, jo të gjitha videot të bëjnë për të qeshur. Por janë 1 po e 3 jo, 1 po e 7 jo. Ti mendon se algoritmi nuk di që të t'i jap 10 video direkt më të mirat për ty, njëra pas tjetrës, pa të lodhur më gjatë? Procesi i rimbushjes me dopamin shëndetshme dhe pastrimi nga dopamina false kalon nëpër disa faza. E para që duhet bësh është kjo: 1 javë auditim i vetes. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ti merr 7 fletë prej letre dhe një stilolaps ku ti dokumenton ditën tënde, çdo ditë të asaj jave. Kur u zgjove, ora, kur fjete, ora, qa po bëje para se të flije, po flisi me mesazhe, po shihje film, çfarë do që t'jetë, e shkruan aty. Njësoj edhe për vazhdimin e ditës, kur e more kafeën e parë, sa cigare konsumove, sa ishte screen time e yt atë ditë, kur dole me shokët, sa kohë ndenje, për çfarë diskutuat dhe çfarë konsumuat bashk, kur u ktheve në shtëpi. Pra ideja është që të shkruash sa më shumë detaje aq më mirë. Dhe në fund të javës i merr të gjitha këto fletat, u bën foto se cilës me telefon dhe ja kalon GPT-s. Dhe e pyet, çfarë mund të mësosh nga këto të dhëna? Cilat janë orarët kur unë jam më i prirur të abuzoj me veten? Me shëndetin tim, kur po punoj kundër vetes? Dhe ChatGPT-ja do bëj analizë të dhënave dhe do t'jap disa përgjigje shumë herë surprizuese. Për shembull, mua më dolën 2 orare kritike, ishte ora 15, ku dita ime thyhej dhe më binte produktivitetin në mënyrë të thiktë, që do të thotë se në këto orare unë kam nevojë për një rienergjizim, që do të thotë se do të bëj një ecje, një stërvitje, një not, një shëtitje në det, në bregdet, dhe orari i dytë me dëmtësi, probleme kundërproduktive ndaj vetes time ishte gjithmonë pas orës
20 të mbrëmjes. Ky ishte orari ku unë dëmtoja shëndetin tim me brumra, me pica, me birra, në tymin e duhanit shokëve, me ekspozim ndaj dritës blu. Ka shumë mënyra se si mund ta përdorësh GPT-n për të parë sjellje të fshehura në ditën tënde, në përditshmërinë tënde që nuk i njeh akoma se janë të dëmshme. E dyta gjë që mund të bësh që është edhe më ekstremja e gjithave. E dyta është inkubacioni dopaminik. A e di se çfarë po gjejnë të përbashkët tek fituesit e çmimit Nobel në dekadat e fundit? Ata pothuajse që të gjithë janë të paarritshëm nëpërmjet telefonit. Dikush është në mal, dikush është në pyll, dikush është në oqean. Ata pra respektojnë këtë kohën e inkubacionit, ku janë të shkëputur nga çdo gjë, ku mendja e tyre është e lirë të prodhojë, të përpunojë gjërat që ka në të. Dhe mendja është e lirë të prodhojë vetëm kur çlirohet nga trysnia për të konsumuar informacion. Ajo që unë sugjeroj është inkubacioni dopaminik, ku ti për 30 ditë largohesh jashtë vendit, apo spostohesh në një hotel, një butinë, diku në një zonë të largët dhe për 30 ditë je totalisht i shkputur nga smartphone-i, shoqëria, puna, familja. 10 ditët e para do të jenë shumë të vështira, depresive, sepse ti do kërkosh stimuj patjetër. Por shenjat pastaj që sistemi yt nervor ka filluar të shërohet është kur ti fillon dhe të tërheq vëmendjen se si rrezet e diellit përplasen në mur të lëkura fytyrës tënde, se si mbushet dhoma me dritë, se si dëgjon një këmban të largët bagtish që ecin, e tjera si këto. Gjëja e tretë është të fillosh zhytjet në ujë të ftohtë me 12 gradë Celsius ose më pak. Zhytja në ujë të ftohtë çliron të njëjtën sasi dopamine njësoj si kakoina, veç se dopamina nga uji i ftohtë është shumë më e shëndetshme, sepse është reagim natyror i trupit, që do të thotë se ajo nuk largohet menjëherë sapo ke mbaruar dushin e ftohtë, por të shoqëron për 3 orë në vijim. Gjëja e katërt është distancimi. Ka 3 lloje distancimi që mund të bësh nga gjërat negative ose me cilat ke varësi, substanca, bixhozi apo pija, çfarë do tjetër. Është distancimi fizik, distancimi kronologjik dhe distancimi situacional. Distancimi fizik është ajo që bëri Odiseu kur po kthehej nga lufta e Trojes, ku rreziku i parë që Odiseu duhet kalonte ishin sirenat, ato krijesa gjysmë grua, gjysmë shpend, të cilat i hutonin lundruesit me këngën e tyre, duke i çuar vargat e tyre të përplaseshin në shkëmbin. Mënyra e vetme që lundërtarët kishin për të kaluar ishte duke mos e dëgjuar këngën e sirenave. Kështu Odiseu ju kërkoi flotës që t'i vinin dyll në vesh, dhe ata të vinin dyll në vesh, dhe Odiseun madje edhe ta lidhnin me litar, që edhe nëse tundohej se mos u jepej këngës së sirenave, prapse prap ai do të ishte i kapur, i lidhur. Kënga e sirenave, miq, thot miti me bukurinë e tij, nuk është asgjë tjetër veç se zërat në kokën tonë. Dhe distancimi fizik është mënyra që fjalë për fjalë të vendosësh barriera ose distancim gjeografik midis vetes dhe drogës tënde të preferuar, sepse kjo formë distancimi ja dobëson shumë fuqi ndikimit këngës së sirenave që duan na çojnë atje. Dhe ja çfarë dëgjoj më shpesh nga njerëzit. E hoqa spinën e televizionit dhe e çova në bodrum. E çova videolojen në garazh të makinave. Nuk përdor karta krediti në asnjë rast, vetëm cash. I marr hotelet në telefon, paraprakisht në telefon, dhe u them që ta heqin minibarin nga dhoma. Telefonoj kompaninë e shërbimit të internetit dhe u kërkoj që të bllokojnë aksesin në websajtet të rrjeteve sociale. Kështu të paktën kur jam në shtëpi nuk bëj dot scroll. Pra ka gjithë farë lloj mënyras që njerëzit kanë shpikur për të distancuar. Distancimi fizik pra bën të mundur që kur nuk ke akses të shpejt tek gjëja, ndalimi të menduari për të është më i kollajt. Nuk është zgjidhja përfundimtare, por është një mënyrë, një masë efektive kur kombinohet me të tjerat. Distancimi tjetër është ai kronologjik. Kjo është një formë kufizimi i konsumit vetëm në harkun kohor të caktuar të ditës, të javës, të muajit apo të vitit. Pra ne mund t'i themi vetes që do të konsumoj vetëm për festa, vetëm në fundjavë, kur përpara të enjtes, kur pas orës 3 pasdite e kështu me radhë. Pra kronologjik. Pika e dobët e kësaj teknike është se kur e duam dopaminën, ne kemi prirjen që t'i shpërfillim kufizimet që kemi vënë vetes. Që do të thotë se koha konceptuale është e kollajt për të shpërfillur. Me kohë konceptuale unë kuptoj ato rastet kur rrjedhën e kohës ne po e monitorojmë vetëm me mendjen tonë. Kështu që është më mirë që rrjedha e kohës të bëhet konkrete, pra më efektive, duke e konkretizuar atë me kalendar, me shënime, me notes, të bëhet e prekshme. Dhe i fundit është distancimi situacional. Miti i Odiseut na mëson edhe diçka tjetër akoma më të rëndësishme, se forca e vullnetit, willpower,
nuk është një burim njerëzor i pafundëm, i pakufishëm, ai shterron dhe shterron shumë shpejt forca e vullnetit. Prandaj nuk duhet bazohemi vetëm te forca e vullnetit. Ja pse Odiseu vendosi që të mos besonte te forca e vullnetit tij për të përballuar joshjen e këngës së sirenave. Çfarë do të thotë distancim situacional? Nëse jam në dietë dhe e kam vesë që sapo futem në shtëpi shkoj kap frigoriferin, atëherë parapri mendjes time që të mos e përsëris këtë model sjelljeje, sepse frigoriferi është një gremç për mua, sepse më hap oreksin. I shmang pra gjithashtu situatat ku flitet për ushqim, apo me shokët kur ata porosisin pica dhe unë jam i detyruar që të mos konsumoj, po haje edhe i co për burë se su bë nami. Pra, nuk duhet ta vendosim veten në situata ku duhet të durojmë me forcën e vullnetit. Strategjia pra është që t'i shmangni fare këto situata, ku ta mos se konsumoni forcën e vullnetit, se këto janë gremça për ty që të nxisin të bësh atë që nuk do, sepse vetëm forca e vullnetit nuk të mbron dot. Nuk shikoni materiale ku gatuhet, video në YouTube, apo gjëra me kuzhinë apo tema për ushqimin, pra shmangje situacionale. Të gjitha këto strategji kanë efektivitetin dhe kufizimin e tyre, sepse në fund fare, i vetmi person që do të vijë të shpëtoj është ai versioni yt që është lodhur ose është neveritur nga versioni yt i tanishëm. Gjëja e pestë që duhet bësh është të injektosh pak dhimbje plus rastësi tek gjërat që të tundojnë të marrësh dopamin false ose qyl. Çfarë do thotë kjo? Nëse për shembull ke dëshirë të mosësh një cigare, atëherë merr një monedhë dhe hidhe. Nëse bie kokë, mund ta konsumosh duhanin vetëm nëse bën përpara 7 push-ups, pompa pra. Nëse nuk bie kokë, mund ta konsumosh cigaren direkt. Nëse nuk bën dot push-ups, mund të bësh, sepse varet se ku ndodhesh, mund të bësh squats. Nëse jo squats, atëherë mund të bësh 1500 hapa ecje. Pra ideja është që të injektosh dhimbje plus rastësi përpara se të marrësh dopaminën false, si hapi parë. Kështu pra, ti përpiqesh që ti paraprish me një dhimbje diçkaje që t'jep dopamin false. Kjo do të ishte mirë të ndodhte në 100% rasteve, po të paktën si fillim nisja me monedhën. E gjashta, të përqafosh diskomfortin, dhimbjen, lodhjen, të ndihesh krenar që diçka duket e dhimbshme ose e lodhshme, fizikisht apo mendërisht, sepse jo shumë vet mund ta bëjnë dhe këtu ti ke avantazhin ndaj tyre. Të ndihesh gëzim pra pikërisht sepse diçka është e vështirë për t'u bërë dhe kërkon përqendrim dhe përpjekje. Duhet të ndihesh i gëzuar për këtë gjë. Sa më shumë ta kërkosh diskomfortin, luksin, rehatllëkun, aq më shumë plagështohesh si rob dhe ke zero tolerancë ndaj vuajtjes dhe dhimbjes më të vogël pastaj. Edhe për ta ruajtur pastaj këtë rehatin tënde që ke arrit, duke portuar në çdo gjë, ti fillon të bën kompromis me çdo gjë tjetër që ta ruash këtë situatë. Nietzsche nuk dëshiron që ne të bëhemi koltukofag apo njerëz të vegjël, por të ndjekim qëllimisht rrugën e vështirë dhe të ekspozohemi vazhdimisht ndaj vuajtjes dhe dhimbjes në jetë, sepse sa më shumë dhimbje të mësojmë të durojmë, dhe këtu vjen genialiteti i Nietzsches, aq më shumë do ta shijojmë lirinë tonë. Kur ty nuk të trem vështirësia, lodhja, dhimbja, rrugët e vuajtjes në jetë, atëherë ti je njeri i lirë, sepse askush dhe asgjë nuk të bën dot presion as trysni me heqje rehatllëku, komforti. Gjëja e 7, të biesh në dashuri me mërzin. Ta pranosh se një ecje 4 kilometër është e dhimbshme, është e mërzitshme, por gjithashtu ti po rimbushesh me dopaminë të shëndetshme, po shërohesh. Ti duhet të kultivosh vesin të dashurohesh me gjendjen e mërzisë, apo kur diçka bëhet e mërzitshme. Për shembull, kur je duke marrë me një punë dhe vjen një moment që trashesh, bëhet e mërzitshme shumë, e padurueshme dhe ke nevojë për një pushim të shkurtër, nga që ke dëshirë ta kapësh smartphone-in dhe të bësh scroll gjatë kësaj periudhe, sepse do të kalosh kohën e pushimit, por ky është një super gabim, sepse kur të rikthehesh tek puna që po bëje, ajo do të ndihet akoma më e mërzitshme. Pse? Sepse ti e çove dopaminën në qiell duke bërë scroll dhe tani që rikthehesh tek puna që po bëje, ajo të duket akoma më e mërzitshme. Që në fund fare, i gjithë qëllimi pse ekziston pauza është që ti të merresh me një gjë, me një aktivitet që është më i mërzitshëm se puna që po bëje, në mënyrë që kur të kthehesh tek puna që po bëje, të ndjesh më shumë kënaqësi të merresh me të. Sot, në ditët e sotme, të hash të njëjtat vakte, të bësh të njëjtat ushtrime, të flesh në të njëjtën orë, njerëzit më në formë që njohun, nuk janë atlet profesionist, janë në atë formë sepse bëjnë gjëra të mërzitshme, por i bëjnë në vazhdimsi në mënyrë konsistente. Kështu ndërton veten pra. Kjo është monedha e re.
pak kush mundet të bëjë gjëra të mërzitshme në mënyrë konsistente sot. Gjëja e 8 që duhet bësh, të marrësh dopaminën nga krijimi, jo nga konsumi. Për ta shpjeguar tamam se çfarë nënkuptoj me këtë, na vjen në ndihmë një foto që e kam marrë nga benjames.io, ku kemi 4 kuadrant të përbërë nga ndërthurja e konsumit dhe krijimit, vetëm ose kur jemi me shok. Kuadranti i parë është kur ne konsumojmë dhe jemi vetëm, që i bie që jemi duke bërë scrolling, shopping, gaming, apo të tjera si këto, që është gjë e keqe. Kuadranti i dytë, majtas poshtë, është kur ne jemi duke krijuar, por jemi vetëm, që janë projekte teknologjike, arti, apo kur jemi duke ndërtuar një shtëpi, stiluar një veshje, apo shkruar një libër, të gjitha këto janë të mira. Në kuadrantin e tretë është kur jemi me shokët dhe po konsumojmë, që i bie që jemi për kafe, po shohim filma në mbrëmje, fundjava për festa me ushqime, video lojra gjithë bashkë në grup në server, të gjitha këto janë shumë gallat. Në kuadrantin e katërt kemi rastin kur ne jemi me shokët dhe po krijojmë, që mund të krijojmë një band muzikor, çfarë do, krijoni një kanal në YouTube, një shoqat, një kompani, një biznes, ndërtoni një grup, një aftësi grupi, krijoni një shfaqje tuaj, ndërtoni një strej në pyll, apo çfarë do tjetër. Dhe ky është kuadranti ku gjendet jetesa kuptim plot. Kjo është ajo që unë nënkuptoj me frazën të marrësh dopaminën nga krijimi, jo nga konsumi. Dhe diçka të fundit, nëse ti aktualisht je në një grup shoqëror ku atyre nuk u pëlqen kur ti ndryshon, atëherë do të thotë se butonat që ata shtypnin për të komanduar, për të kontrolluar ty, kanë pushuar se funksionuari. Gjëja 9 që mund të bësh, që duhet të bësh, ndershmëria radikale. Duhet ta fitosh betejën me turpin. Nëse njerëzit e tu, prindërit, familja jote nuk e dinë se ti ke një varësi dhe ty të vjen turp ta thuash, atëherë varësia jote, cila do qoftë ajo, bëhet akoma më e fortë si betejë, sepse ti po shkon drejt saj akoma më shumë për një arsye më tepër, për të mbytur ndjesinë e turpit. Ndaj sugjerimi im është që të flasësh. Nëse nuk u thua direkt prindërve apo familjes, thuaja fillimisht një personi tjetër tek i cili ke besim, që t'ua thon atyre paraprakisht dhe pastaj t'ua thuash ti vetë. Turpi të mban të mbështjell në këtë vorbull dhe nuk të lë që të dalësh kurrë. Duhet të flasësh me se s'bën. Nuk ka asnjë lloj kurimi apo rehabilitimi nëse nuk flet. Dhe gjëja e 10 që duhet të bësh është ta printosh këtë thënie të Ayn Rand dhe ta vendosësh në një vend, në mur apo kudo në dhomën tënde ku ti e sheh çdo ditë.